Përshëndetje të nderuar. Jemi afër mesnatës së 7 prillit 2026, një natë e cila në të cilën në fakt e gjithë bota i ka hap vesht dhe po pret se çfarë do të ndodh në bisedimet midis SBA-s dhe Iranit. Bisedime këto që ju kanë bet edhe pak orë të fillojnë. Këto, për shkak të rëndësisë së temës, dua të ndaj me ju mendimin tim, skenarët e mundshëm që mund të ndodhin nesër aty, duke shpjeguar edhe disa momente dytësore për ta plotësuar temën dhe për ta bërë edhe më të kuptueshme. Në start ju them se negociatat e paralajmëruara se do të mbahen në Islamabad mes SBA-ve dhe Iranit nuk janë thjesht përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund luftës 40 ditore. Por, këto negociata përfaqësojnë një moment kyç në transformimin e rendit ndërkombëtar. Në thelb të këtyre negociatave qëndron një përballje e ashpër mes dy koncepteve të ndryshme të rendit global. Nga njëra anë, një rend i dominuar dhe i udhëhequr nga hegemonia amerikane dhe në anë tjetër një rend në lindje që synon një botë shumë polaritare, me disa gazdallar, jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me që e bona këtë hyrje për ta përshkruar se çfarë nënkuptojnë këto negociata, shtoj edhe tjetrën se bisedimet që do të mbahen pas disa orëve nuk kanë të bëjnë vetëm me armëpushimin apo me ndonjë marrëveshje për parandalimin e Iranit të posedoj bombën bërthamore. Por në esencë, në thellësi të kësaj atmosfere tani rreth këtyre negociatave, qëndron një përpjekje për rikonfigurimin e raportit të forcave në lindjen e mesme dhe nga aty deri te Kina e këndej në Evropë e deri përtej Atlantikut në Washington. Pra, është një moment shumë interesant. Andaj edhe bota është u marrën. Andaj edhe thash se i ka hap 4 vesht, shtetet e fuqishme, të cilat janë të involvuara në lindjen e mesme. Unë këto, për aq sa po arrij me ju informu, do të mundohem ta mbuloj sadopak hapësiren mediatike e zbrazët skajshmërisht në lidhje me përcjelljen e këtyre ngjarjeve kaq të mëdha që po bëhen. Prej të dielës, atë surprizën që thash se do të bëj, një surprizë të këndshme, prej të dielës do të fillojmë me një format tjetër që mendoj se do të jeni shumë më të kënaqur se deri më tani me videot e mia. Se çfarë është ajo surprizë, nesër me izën e Zotit ose të dielën në mëngjes ju bëj me dije. Po e nisim skenarët e para skenarëve ku është u sill hesapi. Në videon e para 2 orëve unë e shpjegova një farë paralele midis kanalit të Suezit dhe lufta për kanalin e Suezit e vitit 1956 dhe lufta për ngushticën e Hormuzit. Dikush ma kishte bërë vrejtjen aty se kam thënë me një vend ngushtica e Bosforit. Jo, e kam pas qëllimin ngushtica e Hormuzit, e për ngushticën e Bosforit dhe Dardaneleve kam shkruar në një status në murin tim në Facebook e që do ta shpjegoj një temë e cila kur nuk është prek ndër shqiptarët. Rëndësia, domethënia
dhe rëndësia, domethënia dhe pesha e ngushticave detare në botë me fokus të veçantë ngushticat në lindje të mesme deri te oqeani Indian atje, duke mos e nashkaluar edhe rëndësinë e Babul Mandab, ngushticën e Babul Mandab, për të cilën pa ta thënë se nëse ka ndonjë vend për të cilën ja vlen të niset lufta e tretë botërore është pikërisht ngushtica e Babul Mandab te Jemeni dhe këndej që ujrat puçen me brigjet e Afrikës, te Eritrea, te Somalia, aty Etiopia, Sudani Nalt e pasaj deti i Kush që shkon ka Egjipti, Izraeli dhe në Akaba e tutje. Pra, atmosfera si që përshkrova, por fokusi kryesor tani, që e ka pru punën deri këto, dhe që ka ndikuar edhe në ndaljen e luftës, a pra po them të diellën, kam me ju tregua saksisht me detajet më të imta se kush e ka fitu luftën, do të befasoni, dhe kush është humsi i vërtet në këtë luftë. Krejt meselja dhe çështja sillet rreth ngushticës së Hormuzit. E kemi thënë, e keni dëgjuar edhe tjera ka se ngushtica e Hormuzit është arteria më kritike energjetike e botës. Energjetike sot po luftohet që të hapet ngushtica e Hormuzit për shkak të energjisë, naftës e gazit, por aspekti moral i kësaj përpjekje është lënë thuajse anash. Shtetet të tëra në Afrikë, në Azi, në Amerikën Latine, e që besa edhe tek ne do të ndjehet shumë mirë kur vje koha e mbjellave, e bujqësisë, e blegtërisë, do të ndjehen pasojat e mbylljes së kësaj ngushtice si rezultat i luftës të cilën e nisi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit me nxitjen, ndoshta me detyrimin e patjetërsueshëm që ja bëri Netanyahu Donald Trump. Ka spekulime, ka shpjegime të ndryshme se arsyeja kryesore është që të mos dalin në shesh ato video, ato momente të paparashikueshme, të paimagjinueshme në të cilat shihet Donald Trump me njerëz të tërë të fuqishëm të botës në ishullin e Epstein. Pra një nga vegzat që ja ka dredhue krahun Trumput dhe e ka detyruar për të marrë pjesë në një luftë të cilën në fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë dëshiruar dhe nuk do ta dëshironin. E them edhe për një arsye që një analizë logjike e imja. Sepse kur nuk do të besoja se njerëzit e shtëpisë së bardhë, analist atje, strateg, ushtarak, Amerikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë mujt me parapa atë që ndodhi. Nuk kanë mujt me parapa s'paku sa une, kur kam paralajmëruar se kjo luftë do të jetë shkatërrimtare e dyanshme, do të djegën të dy anët, do të djegët edhe ana e tretë, vendet arabe, dhe do të ndjehen pasojat e saj në çdo cep të botës. Irani do të del dhe do t'ju del dardh u kere fjali këtë për të cilën u pat bo një buj, mos them kështu, do kritika nga islamofobët të cilët si çdin vetë mo ata, mu patën gjujtë se pse unë them se ka me dal dardh u kere. Dardh u kere jo, po bash dardh kakiqke, që nuk përtypat let dhe që ta bën gojen cicel. E ka bërë Irani botën cicel. Dhe kjo po shihet. Shkatërrime të pa imagjinueshme në Izrael, si në veri nga Hizbollahu andej, si Tel Avivi, si Haifa, si Dimona, si do me thënë një cop tokë, një cop tokë së është Izraeli, ishte atakuar nga të gjitha anët
nga raketat e dronët e bombardimet të cilat i bënte Izraeli, e në anën tjetër, sipas analizave që po dalin, Bloomberg dhe të tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kanë goditur hiç më pak se 16.000 caqe brenda Iranit. Në 16.000 vende kanë bombarduar dhe raketuar, së fundmi edhe urat dhe të tjera. Kërcënimi i Iranit me gjithë ngushticën e Hormuzit, kërcënimi i Iranit se do t'i bën vendet të pabanueshme, tokat arabe, do t'i djeg rafinerit, do t'i djeg implantet e ujit dhe do t'i shndron ato vende, do t'i kthen përme në kohën e gurit, siç thoshte Teherani, përmendoj ky Trumpi për Iranin, e friksoi botën dhe e detyroi Amerikën dhe Izraelin të pranojnë disa, hajde të them, kushte, ato 10 pika që do t'i përmendi pak më vonë, për të ullë në bisedime. Për ndryshe, logjikisht, siç mund ta dini edhe jo, i forti, përderisa është duke avancuar në luftë dhe përderisa është duke i arritur objektivat, kur nuk do të pranonte të ulet në bisedime. Ngushtica e Hormuzit, në për të cilën kalojnë rreth 20%, diçka më shumë se 20% e furnizimit me naftë dhe gaz, kalon aty te brigjet e Iranit. Kontrolli apo destabilizimi i kësaj ngushtice i jep Iranit një instrument strategjik që në analizat me gjuhën politike të marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderohet si një fuqi shumë më e madhe se sa arma bërthamore klasike. Dhe kjo quhet në marrëdhënie ndërkombëtare si armë gjeoekonomike e nivelit të lartë global. Nëse pranojmë faktin se luftat si kjo bëhen për interesa ekonomike, e që në fakt kjo luftë, përtej luftës qytetërimore që është duke u zhvilluar kundrej botës muslimane, kjo lufta për ngushticën e Hormuzit dhe kundër Iranit, në fakt është luftë për t'i shtien në dorë ato që i shteu Donald Trump në Venezuelë dhe në vendet e tjera për dekada edhe tek arabët e gjirit persik. Në këtë kontekst, them se konflikti SHBA-Iran nuk është vetëm konflikt, nuk është vetëm luftë ushtarake, por është luftë ekonomike për çmimet e energjisë, është luftë gjeopolitike, kontrolli i korridoreve detare, edhe është luftë civilizuese, balanca e fuqive globale. Të ngushtoj rrethin e shpjegimit, delegacionet dhe pesha e delegacioneve që do të marrin pjesë në këto negociata. Kush do të përfaqësoj SHBA-n në këto negociata dhe kush do të përfaqësoj Iranin? Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, konfirmoi dje se presidenti amerikan Donald Trump do të dërgoj një ekip negociator të udhëhequr nga zëvendës presidenti Vance, gjë që tregon rëndësinë e madhe të këtyre bisedimeve. Delegacioni përfshin edhe të dërguarin amerikan për lindjet e mesme Steve Witkoff dhe natyrisht dhëndrin e Donald Trumpit Jared Kushner, por do të jetë edhe komandanti i komandës qendrore amerikane Brett Cooper. Pse Vance? Në bisedimet tërthorazi midis Iranit dhe Amerikës, në të cilat ishte e kyçur Pakistani, e më vonë doli në shesh pastaj
e uduk, a une ju kujtohet para 10-15 dite, kur e kam bo një video, kam përmend se një aeroplan civil i vogël C-130 u pati ngrit nga aeroporti i Teheranit në kohën kur po bombardohej Teherani dhe vende tjera, dhe ngritet në qiell, shihet se nga navigimi, shihet se po shkonte drejt Pakistanit. Që atë kohë, para 2 javë, pa ta thënë se Pakistani është kyçur në lojë. Se mund të sjell të mira kyçja e Pakistanit, duke u bazuar në përvojën e Pakistanit si fuqin ndërmjetësuese mes Amerikës dhe vendeve të rajonit, dhe e dyta duke u bazuar në krijimin e një imazhi shumë më të pranueshëm dhe më të fuqishëm të Pakistanit edhe tek vendet arabe, një afërsi e presidentit dhe kryeministrit të pakistanes me Donald Trump, si dhe fuqia e përbashkët e krijuar midis Pakistanit dhe Turqisë në dekadat e fundit. Pra, këto aspekte tu i marë parasysh, mua ma mori mendja se Pakistani do të luan një rol të rëndësishëm. Atë botë, pas kyçjes së Pakistanit, a pash dikona, a pash andra, nuk e dije, po Irani refuzon që të bisedoj ball për ball me Vitkovin dhe Kushnerin. Përse? Për shkak të deklaratave të tyre të njepasnjeshme në 40 ditët e fundit para Izraelit dhe kundër Iranit. Andaj, Donald Trump, edhe për shkak të rëndësisë së negociatave, por edhe për shkak të këtij refuzimi iranian, e fut në lojë edhe Zavencin e tij Vance. Nëse ju kujtohet, në një video pa ta fol edhe për Steve Witkoff. Pa ta thonë se kur vje në shtëpinë e bardhë, për herën e dytë, Trump, dhe fleste se po do të ketë paqe, do të përfundojnë luftat në lindjen, do të lëm lindjen e mesme, nuk do t'i përzihem demokracie, drejtat e këtij, se cili rajon le ta krijon politikën e vet, sipas mendësisë, sipas kulturës, sipas civilizimit të vet, mu kriju e bindja mua se për një me do t'jetë. Përveç do t'jetë një atmosferë e re e paqes. Përveç tjerave, sepse po fleste të ke fundi një president amerikan, kur u pati emruar që ky Steve Witkoff për negociator, përfaqësues emisar i shebave. Përse? Sepse ky Steve Witkoff e ka pas një djalë, edhe 21 vjeçar i ka vdek nga mbidoza. Dhe në ceremonialin e varrimit e pati thonë një fjali e cila mua pati krijuar një bindje se kyçja e këtij njerit në negociata si emisar i Trumpit në linjën e mesme do të sjell paqe. Ky pati thonë se do të luftoj tër jetën që prindërit të mos i vorrosin e vladët e tyre. Aje kishte kujdesin ndaj këtyre përdorimit të narkotikëve, vrasjeve, sene, analizat i patbo pastaj ky New York Timesi dhe të tjera, dhe kështu, si do që tjetë. Teherani nuk ka konfirmuar ende zyrtarisht emnat e përfaqësuesve që do të marrin pjesë në bisedime, por sipas Bloomberg, ministri i jashtëm Abbas Araghchi do të marrë pjesë, edhe kryetari i parlamentit Mohammed Baqir Ghalibaf. Pse nuk ka konfirmuar Irani, s'paku botnisht,
Pse nuk ka konfirmuar, ju tregoj tash, më falni. Sot, tanë ditën, aeroplanet ushtarak të Pakistanit kanë fluturuar mbi qiellin e Iranit, bile këndej të Bandar Abbasi, ka gjiri persik aty, nga frika se ndoshta Izraeli do të nis aeroplan apo raketa për vrasjen e delegacionit iranian rrugës apo pasi të mbrin në Islamabad. Dhe Pakistani që dje e ka kërcënuar Izraelin se po shkon mendja dhe po gabon, po merr ndonjë veprim që do ta hidhronte Pakistanin si shtet i atyre dozinave të armëve bërthamore që i ka bërë. Kjo është një prej arsyeve, mendoj unë, pse Teherani nuk e ka lajmëruar se kush do të merr pjesë. Ndërkohë, miq, është shumë interesant, me rëndësi ta përmendi këto, se roli i indirekt i aktorëve si Kina, si Pakistani, si Rusia dhe Turqia, po sidomos i roli i Kinës dhe Rusis e ka krijuar një realitet të ri në botë. SBA nuk është më ndërmjetësi apo shefi i vetëm global. Prandaj që në hyrje të kësaj video thash se negociatat e Islamabadit që mund të rezultojnë me ndonjë marrëveshje afatmesme apo afatgjat, nuk duhet shikuar vetëm si negociata, bisedime për përfundimin e luftës 40 diqe. Por në esencë, më thellë atje është lufta për ndryshimin apo për përfundimin e ndryshimit të rendit global, një polar që ka qenë apo një dimensional. Megjithatë, megjithëse që ka ndikim Rusia, Kina, që Kina dihet se e ka mbështet fuqishëm Iranin, edhe Rusia, janë pa, sipas sistemit të navigimit, aeroplan duke ardhur nga Kina e duke zbarkuar në Teheran, nuk dihet se çfarë armë ka sjell, por për vetë faktin që Irani pas një 5-6 dita, një javë dite, fillon të qëlloj në caqe shumë ma sigurt me raketa, shumë ma sigurt se në fillimin e luftës, jep të kuptohet se Kina e ka mbështetur dhe i ka ofruar edhe harta apo navigime apo sistem, si me quajtë nuk e di, në përmes të cilave do të qëllon caqet më lehtë dhe më sakt. Agenda e bisedimeve mes dy vendeve ende nuk është përcaktuar, veçanërisht në kushtet e vazhdimit të krizës së ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës kalon 1/5 e naftës botnore. Pra, miq, krejt ky mohabet po ndodh për shkak të ngushticës së Hormuzit, sepse e bllokoi botën. Kriza u dëgjue, jo në çdo shtet, po në çdo shtëpi që ka makinë. Statusi im se ne do t'jemi, edhe ne që kemi makina, kush ka makina, ka me ja pague tatimin i Iranit, po shihet, ngritja e çmimit të naftës dhe, siç do ta shpjegoj pak më vonë, insistimi i Iranit që të marrë taks për çdo tankier nafte që kalon aty $1.4 milion dhe për çdo anije që kalon andej pare
1 milion dollar. Një ndër pikat më nevralgjike dhe që kanë shpërfash një papajtueshmëri të madhe midis Washingtonit dhe Teheranit. Megjithatë, ekspert, vëzhgues, analist vlerësojnë se negociatat përfundimtare do të përqendrohen në 3 skenaret kryesor. Tash po flas për skenaret dhe e jap në fund mendimin tim. Skenari i parë që mund të ndodh pas disa orëve është arritja e një marrëveshje paraprake si hap drejt një marrëveshje përfundimtare. Skenari i dytë që mund të ndodh, vazhdimi i bisedimeve pa përparim real për shkak të dallimeve të thella mes palëve. Edhe skenari i tretë është dështimi i bisedimeve dhe rikthimi i luftës që nuk do ta dëshironte fillimisht Washingtoni, e pastaj Teherani, e pastaj edhe Tel Avivi zyrtar. Çfarë janë kërkesat e Iranit në këto negociata para se t'i shpjegoj këtë skenar? Nuk është ende e qartë propozimi iranian 10 pikësh. A është i njëjti që u konsiderua i pranueshëm nga Trump e që psoi disa ndryshime në raport me Libanin se Libani a do të jetë pjesë e marrëveshjes, në kuptim që Izraeli nuk guxon me e sulmue Libanin, a Izraeli prej dje edhe pardje e dje e sot i ka vrarë 303 qytetar, numri më i madh i tyre fëmijë dhe afër 1500 libanez duke bombarduar Beirutin dhe vende të tjera. Megjithatë, pikat kryesore të cilat po i kërkon Irani janë: 1. Garanci nga SHBA për mos agresion. Zguzon më me e sulmue. E dyta, vazhdim i kontrollit iranian mbi gushticën e Hormuzit. Nëse e arrin qëto Irani, kjo është një fitore spektakolare e tij, e që veç e ka në dorë. Një ngishta dorës do anije kanë kalu aty pari, por Irani tash e ka blokue, ma shumë se që e ka pati blokue përgjatë luftës, dhe i është kërcënuar çdo anijeje që nëse kalon andej do të goditet, dhe me mira anije këndej andej qasaj ngushticës kanë mbetë të blokuara që mund të sjell edhe një katastrofë ekologjike në detin e Kuq për shkak të qëndrimit afër 40 ditë të mira anijeve atje, të ndezura me motor të ndezur që e ndotin ujin atje. 3. Irani po kërkon pranimin e pasurimit të uraniumit, pra te Washington, te zotni Trump nuk ke të drejtë me mandalue këta. 4. Heqja e të gjitha sanksioneve kryesore dhe dytësore. Pastaj, shfuqizimi i vendimeve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Çfarë janë këto vendime, miq? Kryesorja është që të anulohet shpallja e Gardës Revolucionare Iraniane si organizatë terroriste, dhe aty është edhe revidimi apo tërheqja e vendimit se Irani apo Garda Revolucionare nuk ka të drejtë të interferoj në boshtin e rezistencës, si që quan Irani, në Siri, në Liban, në Yemen, në Irak e Gjetio, ku ka synime të ashtri ndikimin e vet apo mbrojtjen Irani. Po është një fjali këtu, sa për sqarim që mos të harroj, pas Iranit, se si përfundon kjo nuk e di, po Netanyahu nuk ka menajt rahat, unë e pres që të shkatërohet në nivel Libani e Gaza edhe Jemeni.
për të mos i lejuar Iranit më të keq shpresa që të përdoret Jemeni si fuqi e boshtit të rezistencës, apo me fol me gjuhën e këndejme, si proxy luft iraniane kundër interesave amerikane. Tjetër, shfuqizimi i vendimeve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, pastaj pagesa e dëmshpërblimeve të 100% për Iranin, pastaj tërheqja e forcave amerikane nga rajoni dhe ndalimi i luftës në të gjitha frontet përfshi Iranin. Që kjo pika e parafundit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, që kjo pika e parafundit tërheqja e forcave amerikane nga rajoni, kjo e do një trajtim në të ardhmen ma serios, edhe nëse kjo Shebaja i mban forcat e armatosura aty, ma nuk pres, unë mos tam kur, nuk pres se Amerika do të mund të rirregulloj imazhin e vet në raport me vendet arabe të Xhirit Persik. Ka hub shumë drastikisht. Atë që e ka krijuar Shebaja, administratat amerikane, ju them me bindjen më të madhe, miq të dashur. Atë që e kanë krijuar administratat amerikane në 60 vjetët e fundit, pas dëbimit të Britanisë dhe Francës nga lindja e mesme që e merr në dorë veç Amerika aty, edhe najherë e dikun edhe Bashkimi Sovjetik, pas këtyre përpjekjeve 60 vjeçare e harxhimeve, luftave, vdekjeve, sene, Donald Trump e bën rrafsh me tokë. E ka shkatruar imazhin e Shebave. Lejet e popujt, sepse po shohin, popujt e kanë pa edhe vetë, me miliona njerëz janë vranë lindjen e mesme. Me miliona njerëz kanë shkuar, të pafajshëm, në mënyra të ndryshme. Por tani edhe liderët politik të disa vendeve arabe veç kanë fillu me marrë guximin me fol, se që ky Izrael për cilën kemi thonë se është zoti i tokës, ky s'te koka. Irani këtu e gjumhas, këtë e borë rafsh me tokë pa mos ndalë lufta. Që kjo Amerikë, për të cilën kemi pagu triliona dollar, dhe për të cilën kemi pagu 10 triliona dollar të ble armë për më mbrojt nga që kjo Iran, me armët amerikane, me logistiket amerikane, Amerika vetë smujti me mbrojten bazat e veta dhe neve na la në loq. E shpjegojmë këta. Por, këto janë kërkesat e iranianve. Po çfarë janë kërkesat e këtij amerikanëve? Nuk ka listë zyrtare. Dalin në për gazeta, në për portale, në për sene këta, por sipas Washington Post, delegacioni amerikan pritet të kërkoj lirimin e shtetasve amerikan që janë të ndaluar në Iran si pjesë e negociatave pas përfundimit të luftës. Ajo çka e bën shumë interesante momentin, e që para 3-4 orëve veç u pan disa thyrje serioze midis qëndrimeve të Donald Trump dhe qëndrimeve të Netanyahut, me sa po shihet, Netanyahu dëshiron vazhdimin e luftës, ndërsa Amerikanët dhe Donald Trump nuk dojnë luftë ma. Nëse Amerikanët kyqen edhe më tutje në vazhdimin e kësaj lufte, ta dini, miq, të respektuar se Donald Trump e ka zënë dikon ran bishtin me derë. I ka pun dikon pick, ran i ka, andaj nuk po mundet me tha, ka dishka që nuk janë punë në mirë. Për shkak se demokratët, një pjesë e madhe e Kongresit, e Senatit, e opinionit amerikan ka qenë kundër luftës dhe flasin ashpër kundër luftës dhe ka ndryshuar percepcioni amerikan në raport me Izraelin dhe tani në favor me këtë palestinezër. Bile, perceptimi edhe ndaj Iranit ka ndryshuar shumë që
për 47 vjetë rresht në media amerikane, në rrafshe të ndryshme amerikane, Irani është shpjeguar si një kundërshtar, si një armik i rrezikshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i interesave amerikane dhe i qëndësisë fizike të shtetit të Izraelit. Thash janë 3 skenare, edhe pak minuta, janë 3 skenare. Skenari i parë mbështetet, domethënë Buran shihet nga dëshira e 2 palëve për të ndarë luftën. Mund të arrihen marrëveshje fillestare që çojnë më pastaj në një marrëveshje përfundimtare. Faktorët që e mbështetin këtë skenar janë shpallja, faktorët. Domethënë, çysh do të arrihet kjo? Shpallja e fitores në thojza nga të 2 palët. Të 2 palët paraqesin një anëposhimin si një sukses të tyre, edhe që jep me kuptue në fakt kjo filozofi kështu nëntoksore se palët nuk dëshirojnë me i u kthye luftës. Qëndrimet e Trumpit, çfarë janë sa i përket këtij skenari? Ai sot e ka quajtur ndalimin e luftës një ditë të madhe që jep shpresë për paqen botërore. Dhe, vazhdon Donald Trump, SBA ka arritur të tejkaloj edhe objektivat ushtarake me hapin e ndërmarrë të ndaljes së luftës. Optimizmi amerikan, si Vance dhe disa të tjerë, po në këtë rast, optimizmin amerikan Vance e shpreh duke deklaruar se pret rezultate pozitive, megjithçe paralajmëroi, po thot Vance, se Irani mund të luajë e ne nuk do ta lejojmë lojën e Iranit. Skenari i dytë që thash, stagnim pa përparim. Ky skenar konsiderohet i mundshëm për shkak të, pra, stagnon puna, nuk shkon përpara. Mungesës së besimit të ndërsjellë, sidomos mungesës së besimit të Iranit në SBA-n, sepse përderisa po zhvilloheshin bisedime para fillimit të luftës, Amerika e godet Iranin, fillimisht Izraeli. Përderisa çaj Larijani ish kryetari i parlamentit, një akademik, një njeri që është njohur me qëndrimet e tij pro arritjes së një marrëveshje me amerikanët, duke dashur me i luftës, dhe u pati shkrue ato ditë se Larijani ka qenë shumë afër, kur po zhvilloheshin bisedimet, të nënshkrimit të marrëveshjes me amerikanët, dhe amerikanët e patën pranue për të ikë luftës. Në këtë kohë Izraeli e godet Teheranin. Tash, a ka qenë lojë, mashtrim, kurth amerikano-izraelite, apo ka dalë Izraeli jashtë parametrave të dëshiruar të Amerikës? Allahu alem, kjo mbetet të shihet masanej. Pastaj, një skenar, brenda këtij skenari, që e bën që e shpërfaq mundësinë e shpërfaqjes së skenarit të dytë, pra stagnim pa përparim në bisedime, janë edhe dallimet e mëdha përveç besueshmërisë në kërkesat e tyre. Hendeku mes kërkesave iraniane dhe qëndrimeve amerikano-izraelite është aq i thellë sa para fillimit të negociatave unë ose dikush tjetër do të thoshte shumë ma lehtë se kur nuk mund me u tejkalue këto. Pra nuk ka një shtet që të merr përgjegjësinë për garantimin e marrëveshjes nëse arrihet diçka dhe nëse tejkalohet diçka nga ajo që është premtuar. Dhe
Skenari i tretë është dështimi i luftës dhe rikthimi dështimi i bisedimeve dhe rikthimi në luftë. Këtë skenar e mbështet atmosfera apo tensionet që shihen në teren. Libani, edhe pse është përmend në armë pushim, sulmet izraelite vazhdojnë pa ndërprerje. Megjithë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe media që i kritikoj Donald Trump thonë se Irani ka qenë i përfshirë në kushtet e ndaljes së luftës, se nuk do të sulmohet nga Izraeli, më pastaj një telefonat e Netanyahut e detyron Trumpin që ta ndryshoj qëndrimin dhe të thotë se Libani nuk është i përfshirë në marrëveshje për shkak të Hizbullahut. Njëjtë siç në Gaza për shkak të Hamasit, të Huthit për shkak të këtij, të Siria për shkak të Golanit, domethënë gjithmonë është një arsye e justifikueshme për të shkatëruar dhe për të bombarduar Izraeli siç po vepron. Irani është kërcënu haptas 3 herë se do të tërhiqet në momentet e para të bisedimeve, nga bisedimet, nëse në start Libani nuk përfshihet në marrëveshje. Tjetra, miq, ngushtica e Hormuzit, që në fakt është e bllokuar. Deri tash një 70 anije kanë kaluar, a përpara 140 anije në ditë kanë kaluar vetëm cisterna, 140 cisterna, anije cisterna të naftës. Irani, kundërshtimet rreth Hormuzit, e që Irani besoj se ka me shku deri në fund, vdekje, vetvrasje kolektive dhe nuk e lëshon më ngushticën e Hormuzit, sepse e ka targetue atë që po shihet se po targetohet në botë. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë të drejtë të interferojnë në Panama, në Venezuelë, nëse Kina atje, nëse Rusia atje, në Ukrainë dhe vendet të tjera, pse unë të mos kem interferime në diçka shka mua më ka dhënë Zoti në prag të derës. Dhe i ka targetuar midis 50 dhe 75 miliard dollar në vjet që ti merr nga ngushtica e Hormuzit. Ato 51 milion dollar në cistern, ngritet çmimi i naftës, 10% ngritet gjithkund dhe që pa ta thënë se do të paguajmë edhe ne shqiptarët që kemi makina dhe kerre dhe makina të tjera. Ekspertët e ndryshëm paralajmërojnë se kjo pikë e Hormuzit sidomos mund t'i rrezikoj negociatat. Përveç këtyre çështjeve, ka dhe disa të tjera që e ndërlikojnë punën. Një është mekanizmi i negociatave. Si do të zhvillohen? Hin me një dhomë vetë këta, hin me një dhomë vetë këta, si që patën zhvilluar në Oman. Çështja është edhe problemi i marrëveshjes bërthamore. Çështja është e heqjes së taksave dhe tërheqja amerikane nga rajoni, që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ishte një goditje shumë e rëndë. Se çfarë mund të thuhet më shumë për këto pika, unë mendoj se roli i lindjes së mesme në arkitekturën e re globale është një ndër momentet të cilat para ta shka miren me marrëdhënie ndërkombëtare, me politika ndërkombëtare, është një ndër temat më të rëndësishme që duhet të lexohen, të mësohen dhe të shpjegohen njerëzve. Lindja e mesme po kalon nga zona e një konflikti periferik në qendër të rivalitetit global.
lindja e mesme mund të jetë përcaktorja e dinamikave globale që po ndodhin. Ajo kur pati shkue Trump në Arabinë Saudite, në Katar dhe në Emirate që e preqin me arje me aeroplani pa të ndhëru $400 milion një aeroplan. Hej, $400 milion një aeroplan. Dhuratja pa të ndhënën. I mori $5.1 trilion, i shtini në gjep, u këthy ka. Dikush kujton se ato jetë marë për 10 vjetë për 15. Jo. Ato më stanë njërë figurative, ato i ka shtin në qantë. Me vete i ka marën. $5.1 trilion kanë shkue. Po, aty pa të thonë se vendet arabe do të jenë faktor në vitet e ardhshme. I pat më shumë një farë bryli Evropës tërthorazi se me gjithë që kemi qenë, si që kemi qenë, e kemi kryu e natën, dinamikat e reja, moni, dolari, petrodolari, po i luan ngurt e mdhaj në të ardhmen. Elementet kyqe që e bëjnë lindjen e mesme, vendet arabe, terit e Egjipti këta, që të njifët tash një status i tyre është energjia, koridoret tregtare dhe pozicioni geografik. Çfarë mund të pritet tjetër pos një paqë e brisht me mundësi të shndrohet në një marrëveshje afatgjate apo kthim në një luftë. Mendimi im personal, cili është? Mendimi im personal është se këto nuk janë negociata për paqë. E përsëris, bisedimet e pas disa orëve në Islamabad nuk janë negociata për paqë. Këto janë negociata për rendin e ri botëror. Nëse këto negociata dështojnë, ne jo vetëm që do të kemi një luftë, por do të kemi një paqartësi shumë të madhe në raport me rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të nesërmën e botës. Irani, negociatat me Iranin, siç edhe kam thënë, dhe pa hezitim e përsëris, siç edhe kam thënë se Irani ka qenë, është dhe do të jetë një ndër përcaktorët më determinant të politikave të lindjes së mesme, e tani erdhi koha edhe të rikonfigurimit të botës dhe përcaktimit të formatit të rendit të ri global. Natën e mirë.